Përshëndetje miq dhe mirë se vini në episodin e sotëm. Ajo ishte pa punë dhe po luftonte për të mbajtur veten dhe fëmijët e saj. Pastaj, ajo mori disa lajme shkatërruese dhe të çuditshme nga mjeku. Testi ADN-s tha se fëmijët e saj nuk kishin të sajit, por si mund të jetë kjo e mundur? Pikërisht kur duke se asgjë nuk mund të përkeqësojë më tej, bota e saj u zhyt në një kaos edhe më të madh. 7 zënë rënd dhe pa punë për të mbajtur veten, ajo ju drejtua të vetmes mundësi që kishte, ndihmë sociale, dhe së shpejti, policia filloi të merrej me të. Makthi personal dhe akuzat e ndoqën nga momenti kur zgjohej deri në sekondën kur mund të flinte, nëse flinte ndonjëherë. Më në fund, rezultatet përfundimtare të testeve erdhën, por ato vetëm ngritën më shumë pyetje. Ajo as nuk e dinte që kishte pasur një binjake. Lidi pati një fillim mjaft të vështirë në amësi. Ajo zbuloi se ishte 7 zënë me fëmijën e saj të parë në moshën 21 vjeçare. Por ajo dhe babai i fëmijës ishin ndarë përpara se ndonjëri prej tyre të dinte për jetën e vogël që kishin krijuar brenda saj. Edhe pse çifti kishte shkuar në drejtime të ndryshme, ata patën një fëmijë të dytë, pothuajse një vit më vonë, dhe jeta u bë e mbushur me vështirësi të paimagjinueshme. Në ritmin e vazhdueshëm të ndezjes dhe fikjes së marrëdhënies së Lidias dhe James, ajo u gjen sërish vetëm, dhe tani kishte edhe 2 fëmijë të vegjël për të ushqyer dhe mbajtur, jo vetëm veten. Pa punë dhe pa asnjë mënyrë për të mbajtur familjen e saj të vogël, ajo kishte nevojë për ndihmë dhe thjesht nuk mund të përballonte nevojat e fëmijëve. Lidia mori vendimin e vështirë, nuk kishte zgjidhje tjetër. Lidia aplikoi për përfitime sociale kur kuptoi se situata i kishte kaluar mundësitë e saj. Ajo do të duhej të bënte teste ADN-je për të provuar se Jamie ishte babai, siç kërkoi nga zyra e prokurorit të shtetit. Si procedurë e zakonshme dhe Lidia u testua për ADN. Ajo shkoi në shtëpi dhe priti për ndihmën financiare aq të nevojshme nga shteti, por ajo që mori ishte larg kësaj. Disa muaj më vonë, kur procesi ishte gati të përfundonte, Lidia mori një telefonat nga zyra e prokurorit. Ai më telefonoi dhe unë i thash: "A nuk mund të më japësh rezultatet në telefon?" Ai tha: "Duhet të vish në zyrë." Kështu që shkova në zyrë, hyra në një dhomë të vogël dhe aty ishim vetëm ai dhe një zonjë. Ata më shikuan dhe më në fund ajo mori një përgjigje, pikërisht atë që priste. Ai është babai, 99% babai. Për Jamie, kjo ishte vetëm një formalitet. Ajo tashmë e dinte që Jamie ishte babai. Megjithatë, ata vazhduan të flisnin dhe asgjë nga ato që thanë nuk ishte kuptim. Ajo që prokurori do të thoshte do të trondiste botën e Lidjes deri në thelb. Prokurori e shikoi drejt në sy dhe tha: "Nuk ka absolutisht asnjë mundësi që ti të jesh nëna." Fillimisht ajo u tua dhe pastaj qeshi. Kjo duhet të jetë shaka apo jo? Po kur e shikoi sërish, mund të shinte sa ishte tmerrsisht serioz. Çfarë po ndodhte saktësisht? E vetmja gjë që Lidia mund të mendonte ishte se disi rezultatet e testeve ishin ngatëruar. Megjithatë, prokurori po e merrte çështjen jashtëzakonisht seriozisht dhe kishte një arsye të vlefshme për shqetësimin e tij. Lidia mbeti e tronditur. Nuk mund të besonte atë që thoshin testet ADN-s. Mund të shihej seriozitetin në fytyrat e tyre. Thjesht më shikonin dhe pastaj filloi marrja në pyetje me një herë aty, në atë dhomë të vogël, pa paralajmërim dhe pa mëshirë. Pyetjet ishin të pafundme dhe akuzuese. A je ti Lidia Fairchild? Kush je ti në të vërtet? Nga i more këta fëmijë? A i ka lindur motra jote këta fëmijë dhe ti po i përdor për të kryer mashtrime ndihmën sociale? Dhe ja ku ishte, shpjegimi për gjithçka që po i ndodhte. Ata mendonin se ajo sapo ishte kapur duke kryer mashtrim dhe ishin të pamëshirshëm. Ata vazhduan të më pyesnin pa pushim, kujton Lidia qartë. Rezultatet e testeve të Lidias ishin të paktën të çuditshme. Një test normal ADN-je që provon lidhjen mes nënës dhe fëmijës do të tregonte një përputhje 50% kur krahasohen modelet e ADN-s. Prokurori i shtetit e dinte se kishte një shans 1 në 1 miliard që Lidia të ishte nëna biologjike të 2 fëmijëve. Modeli i saj nuk kishte asnjë përputhje me asnjërin nga fëmijët e saj. Ajo kërkoi një ritestim. Nuk ishte gabim në laborator. Familja u testua 3 herë të ndara dhe çdo herë rezultatet treguan qartë se Lidia nuk ishte nëna e djemve, ndërsa Jamie ishte babai të dyve. Në një gjendje histerie të plot, Lidia telefonoi të vetmen person që mundi, nënën e saj.
Lidja më telefonoi dhe po qante në mënyrë histerike. Kur tha se mori rezultate dhe ato tregonin se ajo nuk ishte nëna, unë fillova të qesh. Nuk mund ta kuptoja pse po qante dhe i thash se është një budallik, duhet ta bëj sërish. Ajo tha: "Mami, e kam bërë 3 herë dhe nuk po funksionon." E ardhmja e familjes së Lidjes nuk do të kishte shkuar më tej se kaq. Ajo do të ishte burgosur, nëse jo për një grua, gjysmëmilje, larg, e quajtur Karen Kegan. Karen zbuloi një çrregullim gjenetik jashtëzakonisht të rrallë kur u diagnostikua me një sëmundje që kërkonte një transplant veshke. Natyrisht, personat e parë që u testuan ishin 3 fëmijët e saj, tashmë të rritur dhe djemtë e saj biologjik. Asnjë nga djemtë e saj nuk përputhej me ADN-n e saj. Karen do të bëje vetëm shpresë në botën e Lidjes dhe ajo as nuk e dinte që ekzistonte. Karen po punonte ngushtë me një ekip hetuesi shkencor dhe ajo ishte jashtëzakonisht e interesuar në kërkime për arsye të shumta. Nga pikpamja ime kishte të bënte shumë me mënyrën se si po lëviz sistemi i drejtësisë në vendin tonë dhe fakti që ADN-ja po bëhet një pjesë kaq e rëndësishme aspekteve ligjore. Pavarësisht gatishmërisë së saj për të qenë një mi laboratorik, askush nuk e dinte saktësisht se çfarë të ulëmtonte, derisa një koment i dha drejtimin e duhur. Pista që i vuri në rrugën e duhur erdhi në formën e një komenti nga një koleg i futur në një letër. Ajo theksonte se ishte shumë e rrallë dhe se vetëm 40 raste të njohura thuajse ishin regjistruar në të gjithë botën, por ndoshta kjo ishte përgjigjja që përkërkonin. A kishte mundësi që Karen të ishte një kimera? Kimera është një gjendje jashtëzakonisht e rrallë ku njerëzit kanë një, por 2 profile ADN-je dhe u deklarua qartë se kjo është një ngjarje shumë e rrallë dhe që një person të duket normal nga jashtë dhe të jetë i aftë të ketë fëmijë e bënte një konsiderat shumë të rrallë. Dhe mundësia që ata të zbulonin dhe të vendosnin të kryenin teste shtesë për të përcaktuar nëse Karen ishte apo jo një kimera, ishte dhe më e ulët. A mund të ishte dhe Karen Kegan vërtet një kimera? Nëse ajo kishte një grup të dytë ADN-je, kjo mund të shpjegonte gjithçka. Brenda trupave të kimerave nuk ka një, por 2 identitete gjenetike krejtësisht të ndryshme, të krijuara nga grupe të ndara ADN-je. Fjalë për fjalë, 2 njerëz të ndryshëm në një trup. Tingëllonte e pamundur dhe shumica e rasteve të studiuara raportonin anomali fizike si pigmentime të rësisht të ndryshme të lëkurës në vija shumë të pazakonta. Karen nuk ishte asnjë të tillë dhe as Lidja. Lidja po përballej me forcën e plotë të ligjit, duke u thirrur në gjykatë për të provuar lidhjen e saj me 2 fëmijët e saj të vegjël, kur zbuloi se ishte shtatzën përsëri dhe sërish Jamie ishte babai. Ishte tepër për të duruar dhe ajo ndjehej vetme dhe nuk kishte ide se çfarë të bënte. Askush nuk do ta besonte. Ajo telefonoi çdo avokat që mundi, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të merrte çështjen. Të gjithë i thanë një të gjë: ADN-ja është e pagabueshme. Nuk ka asnjë mënyrë për të fituar çështjen tënde. Ishte ajo kundër shtetit. Gjykimi shkoi keq për Lidjan. Gjykatësi ra dakord që, bazuar në provat ekzistuese, Lidja nuk ishte nëna biologjike. Prokurorët donin të caktoheshin kujdestar të veçantë për çdo fëmijë, ndërsa hetimet vazhdonin. James qëndron pranë nënës së fëmijëve të tij gjatë gjithë kohës, gjithashtu i hutuar plotësisht. E dija që do t'i merrnin sepse thanë se tashmë po caktonin prindër kujdestar për të bërë pikërisht këtë. Thjesht nuk e kuptoja. Nuk është se fëmijët ishin në rrezik dhe ajo është një nënë e mirë. Thjesht ndjeva se kjo ishte një mashtrim i vjetër. Gjykatësi ishte i ndarë. Nga njëra anë, provat e ADN-s nuk gënjenin, ai nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të mbështetej në to. Por emocionet dhe vendosmëria e Lidjes për të mbajtur fëmijët e saj ishin jashtëzakonisht të pazakonta për një person që po përpiqej të manipulonte sistemin për përfitime. Ai urdhëroi një veprim shumë të çuditshëm për t'u kryer. Duke përdorur lindjen e afërt të fëmijës së saj të tretë si një eksperiment të thjeshtë, ai bëri diçka të paprecedent. Urdhëroi që dikush të ishte aty për të dëshmuar lindjen dhe të merrte gjak nga foshnja dhe nga ajo menjëherë aty. Ai tha: "Do të vazhdojmë nga aty." Kur Lidja hyri në lindje, të gjithë ishin të përqendruar te lindja. Ishte një kohë jashtëzakonisht e vështirë në jetën e saj, por ajo lindi një foshnjë të shëndetshme. Gjaku morë menjëherë nga të dy dhe ajo tani priste me ankth për 2 javë për të marrë rezultatet. Do të mbaj mend gjithmonë ditën pas dite çfarë kalova gjatë atyre 2 viteve. Nuk do të më lër kurrë. Është një mangth. Pasi lindi,
e solli foshnjën në shtëpi dhe e thjesht e lumtur. Kur shkova në shtëpi ende isha e friksuar sepse gjithçka po vazhdonte. Ende isha e friksuar se mund të vinte në çdo minutë dhe të merrnin fëmijën në mi. Dhe James kishte frikrat e tij që ndau gjithashtu. Pyetesha çfarë do të bënin gjykatat nëse ai do të rezultonte i saj. Atëherë gjykatat do të supozonin se ne po gënjenim për gjithçka, kështu që ishim si, "Okej, le të shpresojmë që këto teste të dalin negativ." Kjo ishte shpresa jonë e vetme. Rezultatet kur erdhën ishin tronditse. Pikërisht siç Lidia kishte provuar t'i bënte të besonin, nuk ishte ADN të përputhshme mes foshnjës së re dhe nënës. Pikërisht kur mendoi se kishte provuar pafajësinë dhe të vërtetën e saj, ajo u godit nga një akuzë dhe më serioze. Lidia më në fund gjeti një avokat që do të merrte çështjen e saj dhe kjo ishte një gjë më fat. Kishte ide të tmerrshme që kalonin në mendjen e prokurorit, nga të qenit një nën surrogate të përfshirë në sjellje kriminale deri te rrëmbimi i fëmijëve nga dikush tjetër. Prova shkencore vërtet ishte thjesht shumë e vështirë për të besuar në këtë rast. Një kimera është në thelb një organizëm i vetëm që përbohet nga qeliza të 2 ose më shumë individëve, domethënë përmban 2 grupe ADN-je me kodin për të krijuar 2 organizma të ndarë. Një mënyrë se si kimerat mund të ndodhin natyrshëm te njerëzit është që një fetus të thith binjakun e tij. Kjo mund të ndodhë me binjak fraternal, nëse një embrion vdes shumë herë gjatë shtatzanisë dhe disa nga qelizat e tij thithen nga binjaku tjetër. Çuditërisht, Karen u shpall më në fund një kimera gjatë kësaj kohe dhe kjo hapi derën për të kryer testet e Lidia. Gjithçka që ajo kishte kaluar më në fund kishte një emër shkencor për ta shpjeguar. Gjykatësi, pas një sër testesh të reja, shpalli se Lidia është nëna e të 3 fëmijëve, ashtu siç ajo kishte thënë gjatë gjithë kohës. Kaq për sot, miq. Ju lutemi na tregoni çfarë menduat për këtë histori. Faleminderit që na ndoqët dhe do të shihemi së shpejti për më shumë histori të mrekullueshme.